lista e kandidatëve për qarkun e Tiranës kryesohet nga kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama. Mëtej, kjo listë vijon Ogerta Manastirliu, Elisa Spiropali, Lindita Nikola, Taulant Balla, Adea Pirdeni, Albana Koqiu, Igli Hasanaj, Delina Ibrahimaj, Ilva Gjuzi, Iris Luarasi, Erion Malaj. Sa i përket listës së hapur të kandidatëve për qarkun e Tiranës, pra përfshin 5 bashkit, Tiranë, Kavaj, Rogozhin, Vorë, Kamës, për efekte të kohës nuk po ndalen tek organizimi elektoral dhe tek kandidatët të cilët punojnë pra dhe do të janë pjesë e organizimit elektoral në të gjitha bashkit, por në rend alfabetik po i rendis. Lista e hapur pra e kandidatëve për qarkun e Tiranës: Andi Seferaj, Anila Denaj, Antonela Dedej, Arben Kolumbi, Blendi Gonxhe, Blendi Sulaj, Blerina Gjulameti, Edlira Dyrmishaj, Eldi Çepeli, Endrit Brahimllari, Entela Ramosaço, Erion Braçe, Ermonela Felaj, Ervin Hoxha, Etilda Gjonaj, Etien Gjafa, Fatmir Gjafaj, Florian Pullazi, Glinxhet Madhi, Halil Koloshi, Halit Valteri, Julinda Dhame, Kejsi Elezi, Klotilda Bushka, Mimi Kodheli, Mirgjit Vata, Olta Gjatshka, Ornaldo Lakipi, Tandeli Majko, Persida Shkrepa, Larend Ndreca, Roj Bashaj, Silda Qepe, Sofika Leshi, Toni Gogu, Gjemal Qefalia dhe Ylli Shehu. Me këtë ekip, Partia Socialiste e Qarkut Tiranës kërkon sërish besimin e qytetarëve për të vijuar rrugën e saj të reformave dhe bashkë me skuadrën kombëtare të Partisë Socialiste